Ndërkohë që revolucioni po vazhdon, ka hyrë në ditën e 26 apo 27 sot, çfarë ndodh nëpër Shqipëri, çfarë ndodh me Shqipërinë, se nuk ka ndalu jeta se po bëhet revolucioni. Jemi në sezonin turistik, sa ka fillu ndoshta, po që turistët kanë fillu me ardhë në Shqipëri. E kam thënë për herë, në gjitha temat që kam diskutu, në një kohë kur në Shqipëri kishte boom jashtëzakonshëm, Tauland Balla me Edi Ramën e Mirela Kumbaron, numërojën turistët në për pikat kufitare, Shqipëria nuk përfiton asgjë nga turizmi. Për ky është modeli që ka ndërtu Edi Rama me turizmin, është një model klientelist, përfiton vetëm ato lekët e dhomave, çarçafët atje, miqt, ortakët e kryeministrit, por Shqipëria si ekonomi nga turizmi përfiton shumë pak. Pra sepse ne nuk kemi më fshat, nuk kemi më bujqësi. E ka shkatru bujqësinë në mënyrë të pakthyeshme Edi Rama, e ka braktis fshatin, ka nik njerëzit, dhe që të kesh një turizëm të zhvilluar, detyrimisht duhet të kesh edhe një bujqësi shumë të zhvilluar që t'i përgjigjet kërkesave të turizmit. Prandaj ne nuk e kemi të qëndrueshëm edhe nuk do ta kemi të qëndrueshëm turizmin, sepse nuk është mendu për Shqipërinë, është mendu për të pastru parat e mafjas, parat e drogës, parat e krimit. Fushat e Shqipërisë janë bosh, kush lëviz me makinë e ka pa në përgjithë Republikën, fushat janë bosh. Fermeri shqiptar në një vend normal, turizmi do të sillte rritjen e prodhimit bujqësor dhe blegtoral. Pra sepse vjen turisti këtu, po do hajnë, do ushqehet, do hajnë fruta, do hajnë perime, ta grume, ullije, ku e di unë çfarë ka gjitha prodhimet bujqësore, bylmetrat. Kanë dalë dhënat e fundit të Institutit Statistikave, edhe thot, thjesht fare tregon që bumi turistik nuk po arrin të ndihmojë apo tërheq pas vetes bujqësinë. E thon tani këta. E bëjnë edhe këto revistat ekonomike, kujtun gjitha, mediat e bëjnë si lajm, e japin si lajm. Por po të thoje para disa vitesh, kur këta numrojnë turistat në përpikat kufitare, thonë ky ç'është ky i çmendur, pse thot kështu e pse bën ashtu. Në Greqi, që ka super turizëm, Greqia, është fshati i gjithë në punë. Pra është pas e lidhur, është shumë i lidhur fshati, ekonomia bujqësore me turizmin. Fushat e kodrat e Greqisë janë të gjitha të mbjella, të punuara, japin frute, japin perime, blegtoria gjithashtu. Malet e Shqipërisë janë boshatis, nuk ka më blegtori. Ky ka përzon njerëzit dhe rrjedhimisht kanë heqë edhe blegtorinë. Prodhimi vendas po zëvendësohet me shpejtësi nga importi, kudo që të shkoni. Shihni në për tezgat që shiten fruta dhe perime në për Tiranë, apo në rrethet tjera ku doni ju. I keni të gjitha prodhimet, pjesën më të madhe, 80% të prodhimeve i keni import. I keni nga Greqia, i keni nga Maqedonia, Italia, Turqia, deri nga Spanja vijnë këtu gjëra, sepse nuk ka prodhim vendas, sepse prodhimi vendas nuk mbështetet. Nëse ka një, ndërkohë që Edi Rama bërtet se revolucioni ka greke, ka serbe, ka iranian aty, nuk ka tradhti më të madhe se kjo që i ka bëjë Edi Rama shqiptarëve dhe Shqipërisë. Të importosh fruta, perime në kulmin e sezonit prodhimit të vendas. Të importosh bylmetra, mish nga Brazili e gjitha me radhë, kur vendi joni ka gjitha kapacitetet për t'i prodhuar ato. Kjo është tradhti ndaj atdheut edhe ndaj turizmit.
kur e gjoni, kur e shihni, nuk flas këtu për trush shplarët, po për flas për njerëzit me mend kokë. Kur e gjoni maskarajin, langaraqin që dele thot se po ma bën serbi, po ma bën greku revolucionin, kuptojeni që nuk ka tradhtim të madhe se kjo që i ka bë ky Shqipërisë. Ka zhduk ekonominë bujqësore, ka shkatru fshatin, e ka boshatis, e ka rjep fshatin, e ka lënë djerë. Importet, shifeni tani, po flasim me shifra. Totali importeve te grupi ushqimeve ka arritur në mbi 520.000 ton në periudhën janar-maj 2026. Pra është rrit me 14%, rreth 62.000 ton më shumë krahasu me njëjtin vit më parë. Ati vitit më përpara kishte rritje me vitin më përparshëm, pra çdo vit që kalon, një vit 14%, 20%, një vit tjetër 10%, një tjetër 15%, pra vetëm rritet importi i ushqimeve në këtë vend. Nën këtë qeverisje anti-shqiptare, plaçkitse, mafioze. Po e marrim pjesën tjetër, importet e grupit Zarzavatet e ngrënshme. Arrin në 38.000 ton 5 mujore, pra nga janari në maj, nga rreth 33.000 ton që ka qenë 2025 e njëjta periudhë, me 15% është rritja. 5.000 ton më shumë. Çfarë do të thotë? Është prodhu 5.000 ton më pak në Shqipëri. Frutat kanë po ashtu rritje 8%, 8.1%, duke ka përcy pragun 51.000 ton për 5 muaj. Llogariteni vetë çfarë bëhet këtu. Ka tradhtima të madhe se kjo? Në fakt nuk do ishte keq që të kishte edhe ca parrulla, kështu pankarta të tilla në fushën e revolucionit. Mos kishte vetëm nga këto karliqet që nxjerrin për total me Ramën e me këto, po të kishte edhe nga këto të tregojnë që Zvërneci është plot shkitje dhe nuk është investim turizëm, se po të ishte investim turizëm, do kishte bujqësi, do kishte zhvillim bujqësie, nuk do kishte import. Prandaj e kam thënë edhe herë tjera më përpara, Zvërneci do izolohet, siç është bë tashmë, ajo ku ka ndërtu Zamir Mane, çfarë është ajo i gërmat betoni atje në Dhërmia, ku është ajo, Green Costi. I thon Green Coast, po është një gërmadë e madhe betoni, ku nuk ka shans me hy shqiptarët. Aty gjithçka është nga importi, edhe jetojnë njerëzit e pasur, jetojnë ta gazetarat që dalin e mbrojnë pushtetin, e analiste, palaço dhe lloj palaçosh. Por kemi përveç këtyre rritjeve, pra kemi rritjen e ushqimeve me 14%, me 15% Zarzavatet, me 8% frutat, rritje ka shënuar edhe mishi. Vazhdon rënja e blegtorisë, vazhdon rënja e numrit të timtave dhe gjedhëve. Ka rënë me 14%, në total 20.000 kg janë importu më shumë këtë 5 mujor se sa 5 mujorin e shkuar. Dhe produktet e bylmetit janë rrit importi produkteve të bylmetit, to që na nxjerrin veshët lufra arzeni gjithë ditën, me 10.7%. Duke treguar kështu se numri i krerëve prodhuese të qumshtit të blegtorisë dhe pra gjedhëve dhe timtave ka rënë në maksimum. Po ka psu, sepse ju e keni pa, nuk ka fusha më me grur me misër në për Shqipëri. Ka ngeli xhep atje në Sarand, që mbjellin ata një dy afarist më dhej, po ata kanë vite që mbjellin, e çojnë jashtë më duket dhe ata. Janë rrit 26.3%, 171.000 ton më shumë drithra kemi importu nga janari deri në maj. 26.3% përkthyer në ton, 171.000 ton. Importet këto.
Pra një rritje kolosale e importeve. Nuk po flasim, pastaj nuk po i hym pjesës si e shkatrun euron këta me parat e drogës, por po i kthehemi edhe një pjesë tjetër që është shumë interesante për prodhimet e serave. Ka pas ca sera në Shqipëri, në zonat e Lushnjës, e Beratit, kemi pas prodhime. Në vitin 2025 bujqësia dha një kontribut negativ, kontributi i bujqësisë në prodhimin e brendshëm bruto, negativ në rritjen ekonomike me 0.3% sipas të dhënave të Instatit. Informacioni më i detajuar tregon se ka rënë, kjo është shumë e rëndësishme, pra nëse ka një gjenerator që e mban bujqësinë në këmbë, bujqësinë konvencionale, bujqësinë prodhuese, bujqësinë për konsum për turistët, pikërisht për turistët, këto janë serat. Ky gjenerator është fik, sepse nafta këtu te ne është një lloj si për ato që ka serë, si për këta rrugeçrit që lëvizin me makinat droge 100.000 euro në për qytet, apo hajdutët e administratës, ministrat e deputetët e gjithë. Aktiviteti i serave ka shënuar rëndje. Gruri, dru frutor, tullik, pra siç e thamë edhe më lart, ka pas një farë kështu lëvizje këto perime, që kanë prodhuar çik perime njoma, po është e ditur kjo që një 2 muaj ose 3 muaj prodhohen perime këtu, perimet e njoma. 12% ishte rënja e dru frutorëve, 12.8% rënja e prodhimit nga dru frutorët, dhe ajo që ka më shumë rëndësi, pra që desha të theksoja, është niveli më i lartë i prodhimit e vrejmë në qarkun e Korçës, kontribues kryesor, pasuar nga Elbasani dhe Fieri. Pra, rënja e prodhimit në dru frutor, që ka qenë kampion e vazhdon akoma të arrujnë për inerci Korça, po bie edhe ky prodhim. Për dru frutorët kemi parasysh janë mollët, pjeshkët, kumbullat, dardhat, çka ka këtu, gjitha këto vin tani në tregjet shqiptare. 80% e këtyre i kemi nga importi. Blegtorinë e tham, 3.8% ka rënë nga 2025 në 2026. Kanë qenë ca dhëna më përpara që kanë pas bëj një matje, këta kanë pas bëj bilanc, këto Instituti Statistikave, edhe rënja e numrit blegtorive kishte kap shifrën të imtave, po edhe gjedhë kishte kap shifrën 1 milion. Pra aq sa njerëz ka për zonë, aq ka rënë edhe numri i kafshëve, i blegtorisë. Shikojeni serat, se kjo është interesante. Pra se është gjeneratori i prodhimit të bujqësisë, janë serat. Ka rënë me 28%, po si shifër, ka qenë i çik. Prodhimi i këtyre, prodhimi i serave dhe të blegtorisë. Kalojmë. Pas ka rënë edhe, se po shoh këto dhëna të kjo statistikave për në ngela këtu, ka rënë edhe numri i derrave. As derra nuk po rriten më, nuk po mbashtrohen më për mish. Llogariteni të importosh edhe mishin e derrit. Çfarë katastrofe është. Ndërkohë që revolucioni vazhdon, ne po futemi në një sezon të ri turistik, po futemi në
sezonin veror, pra që vinë turist, dhe si e thonë, turistët vinë me bukë me vete. Turistët në Shqipëri vinë me bukë me vete, sepse derisa ne qumshtin e importojmë, djathin e importojmë, mishin e importojmë, domate, speca, kastraveca, pra gjitha zarzavatet, fruta, perime, komplet që ka konsumi i përditshëm i turistëve i importojmë, do të thotë se ata vinë me bukë me vete. Kjo është turizmi që ka ndërtuar Edi Rama në Shqipëri. Ai mund të rinë të bëjmë pralla gjithë ditën, të merret me njerëzit që dalin flasin në podiumin e revolucionit të flamingove. Një pjesë të mirë të cilëve i ka fut vetë që në fillim. I ka fut vetë që në fillim për ta degradu protestën. Është si i mbyturi që po kapet përthojsh tani. Po kapet përthojsh sepse po i mbytet anija. Edhe kërkon të intimidojnë, kërkon ta rrëzojnë protestën, sepse ai e di shumë mirë që po fitoj ai mbi protestën, këtu pastaj merr fund gjithçka. Ky bëhet një vend zyrtarisht droge, pastrimi parash, një vend që s'ka për të ngel më këmbë shqiptari, edhe një vend që do sundohet nga larg, nga këta qetrat e zamirat e qa janë këta, Artur Shehat e gjithë mafia ndërkombëtare, edhe Edi Rama bëhet mbret pastaj. Prandaj unë them që ky revolucion nuk do të shtojë, sepse edhe pse revolucionin nuk ka nis, ai që ja ka ngritë revolucionin këtij nuk ka hallin a jetojmë mirë na apo jetojmë keq, por ka kap pretekstin e duhur. Na ka kap në një gjendje shumë të keqe, në një pakënaqësi shumë të lartë dhe në një zhytje deri në fund në afera e në pisliqe të Ramës dhe po i prish kontratën. Në këtë aspekt, unë e mbështes revolucionin sepse na shkon në favor neve. Është frymëmarrje, ka për të marrë frymë Shqipëria, mbajeni mend këtë, kur t'ikë Edi Rama nga pushteti. Është i pallogaritshëm dëmi që i ka bërë këtij vendi ky njeri. E kisha një status Facebook, ky nuk krahasohet me Enver Hoxhën, ne bëjmë gaf të madhe që e krahasojmë me Enver Hoxhën. Ky nuk ka lidhje me Enver Hoxhën. Me të mirat, me të këqijat e veta, me gabimet që ka pas Enver Hoxha, nuk ka qenë si ky. Nuk ka qenë si ky Enveri. Ky e ka kthy Shqipërinë në narkoshtet fiks si Noriega. Siç e ka pas përdor Amerika Noriegën, të famshmin gjykatarin e Panamas, po në fund fare ja ndërpreu kontratën. Ashtu e ka përdor dhe këtë, ashtu i ka përdor dhe ky lidhjet që ka pas me Amerikën, e mani me si vinte Blinkeni këtu si zar për ta favorizuar këtë. Edhe kush ja solli, sigurisht ja solli Sorosi, të cilin ky sot me të ardhur Trumpi pushtet u mundu me ja fut Sorosit edhe me u lidh me Trumpin për të zgjat pushtetin e vet. Edhe Polli Belaja me flamingot pastaj. Prandaj është i bukur revolucioni flamingove. I ka ngrit një lloj revolucioni, e kam thënë vazhdimisht këtë, që në pamje të parë për një njeri që ka 14 vjet që sundon çdo qelizë të kësaj shoqërie edhe çdo pushtet të këtij vendi, duket shumë qesharake se si do bjerë në një revolucion i tillë paqësor dhe nga kundërshtar që ka brenda partisë ca goca të reja që ngjajnë ato me këto flamingot, me Elisa Spiropali, me Mariana Koçeku, me Lea Ypi e kujt të gjitha më radh. Pra, e ka bëmë ai që e ka kurdis revolucionin që ta rrëzojnë edhe në mënyrë qesharake, ta bëjnë shembull. Le të vazhdojnë ky, shajnë Dritan Goxhen e Këshan, ky që i lavdron të UÇK-n, po i jep damkën më të madhe UÇK-s duke publiku lista që gjoja ushtarët e UÇK-s që kanë mercenar, pas kanë qenë mercenar ato që thot Serbia. Merr dhe përdor edhe në mënyrë të paturpshme djalin e Hashim Thaçit.
po shtërsi më të madhe nuk ka. Këto janë që ka bë ky deri tani për të mbajtur pushtetin do jetë hiç gjë me sa do bëjnë. Ky është gati ta çojnë në masakër vetëm mos e lëshojnë pushtetin. Keni për të parë. Ka një 7-8 vjet që kam thënë që ky nuk ka njeri që krijon më shumë gjak për mos lëshu pushtetin se Edi Rama. Edhe shifeni kur të shkojmë drejt asaj dite. Se me sa duket i ka kap edhe gjithë ato palaçot marrë partisë, lloj servilës e lloj fundrinash që nuk u ka dalë frika që ta lëshojnë. Edhe do ta bëjnë betejën deri në fund. Por ama Shqipëria është kjo, ndërkohë që revolucioni vazhdon, revolucionarët duhet merren edhe me këtë punë, duhet të tregojnë që në Shqipëri nuk prodhohet, në Shqipëri nuk ka turizëm të qëndrueshëm, gjitha investimet që shiten si turizëm Shqipëri janë investime pastrimi parash dhe jo për Shqipërinë e dekadave të ardhshme. Shifni Institutin e Statistikave, shifni çmimet, shifni dhënat atje, para se të filmin në njëri të bëjnë këtu të komentojnë kot në kot.